Habit miku, hani ullin çdo ditë dhe do trajtoni problemet shëndetësore më të përhapura. Ullint janë një minjerë shkëlqyer mineralesh, fibrash dhe vitaminash dhe yndyrra të ngopura të mira për shëndetin. Ullint përmbajnë kalcium, potasium, hekur, fosfor, magnez dhe jod, vitamina të grupit B, vitaminën A dhe E me veti antioksiduese. Kjo është edhe arsyeja pse konsumimi i vaj të ullirit apo ullinve ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe trigliceridëve në gjak. Megjithatë, jini të kujdesshëm me sasinë që konsumoni, pasi përmbajnë vlera ushqyese, ashtu janë edhe bomba kalorish. Japse ullint përdoren si aperitiv ose nëpër sallata. Ullint janë të llojeve të ndryshme dhe ofrojnë lëndë të ndryshme ushqyese dhe nëse do të konsumonit 100 gram ullin jeshil, ju do të merrni 110 kalori, ndërkohë në 100 gram ullin të zinj është e barabartë me 294 kalori.